Analiza tregon se media e specializuar e shohin si një lider profesional, ndërsa sfidat e mëdha lidhen me perceptimin e publikut të përgjithshëm dhe me politizimin e çështjeve profesionale. Narrativa mediatike për prokurorin Olsel Çela për vitin 2025 tregon një figurë që është angazhuar institucionalisht dhe profesionale, por e ndikuar nga perceptime të ndryshme publike dhe sfida politike. Analiza tregon se roli i tij është vendimtar në ruajtjen e integritetit të prokurorisë dhe mënyra se si mediat raportojnë mbi veprimet e tij luan një rol të rëndësishëm në formatimin e opinionit publik dhe qytetar. 7. Ndikimi i politikës dhe presionit publik. Analiza tregon se narrativa Zoti Çela është e ndikuar në mënyrë të konsiderueshme nga konteksti politik. Vendimet e tij në çështje të ndjeshme ligjore shpesh interpretohen nga mediat e publiku jo vetëm si akt profesional, por edhe si pjesë e një loje të madhe politike. Ky ndikim krijon një situatë ku imazhi institucional dhe reputacioni publik shpesh duhet të balancohen me pritshmëritë politike dhe kërkesat për llogaridhënie. 8. Roli i komunikimit publik. Raportimet mediatike tregojnë se mënyra se si Çela komunikon me publikun dhe media ka ndikuar në mënyrë të drejtë për drejtë në formosimin e perceptimit të tij. Deklaratat zyrtare të qarta dhe pjesëmarrja në intervista të strukturuara kanë kontribuar në krijimin e një imazhi të drejtuesit të përgjithshëm, ndërsa mungesa e transparencës në raste specifike ka krijuar spekulime dhe narrativ kritike. 9. Tendencat afatgjata në narrativ. Në vitin 2025, trendi mediatik tregoi një fokus të madh në çështje që lidhen me korrupsionin, llogaridhënien e prokurorisë dhe implementimin e reformës në drejtësi. Analiza sugjeron se ky trend pritet të vazhdojë, duke bërë imazhin publik të kryeprokurorit një objektiv të vëmendjes së medias, veçanërisht në situata ku